Futbolli është më shumë se një lojë, është pasion, është histori, është emocion që bashkon miliona njerëz. Gjatë dekadave shumë lojtarë kanë shkëlqyer, por vetëm pak kanë hyrë në përjetësi. Këta janë 10 futbollistët më të mirë në historinë e futbollit. Numri 10, Ronaldinho. Futboll i lirë, buzëqeshje, magji. Ronaldinho nuk luante për statistika, ai luante për kënaqësi dhe bota u dashurua me mënyrën e tij. Numri 9, Zinedine Zidane. Elegancë dhe klas, kontroll absolut i topit, një lojtar që ndryshonte ndeshjet me një prekje, finalja e botrorit 1998 e bëri legjend. Numri 8, Ronaldo Nazario. Fenomeni, shpejtësi, fuqi, instinkt vrasës për gol. Lëndimet e ndalen, por talenti i tij nuk u harrua kurrë. Numri 7, Johan Cruyff. Futboll inteligjent, vizionar. Cruyff nuk ishte vetëm lojtar, ai ndryshoi mënyrën se si luhej futbolli. Numri 6, Franz Beckenbauer. Perandori i mbrojtës, elegancë, është për prapavi, një lider i vërtet, një simbol i futbollit gjerman. Numri 5, Michel Platini. Kreativitet, gola, udhëheqje, një mesfushor që shënonte si sulmues dhe mendonte si trajner. Numri 4, Pele. Mbreti i futbollit. 3 botrore, 100 gola, një epokë e tërë në emrin e tij. Pele e çoi futbollin në çdo cep të botës. Numri 3, Diego Armando Maradona. Gjeni i çmendur, një top, një njeri, një komb mbi shpinë, goli i shekullit, dora e Zotit, një legjend e pavdekshme. Numri 2, Lionel Messi. Talent i pastër, qetësi, saktësi, magji në heshtje. Messi nuk bërtet, Messi flet me topin, një kampion bote, një legjend e gjallë. Numri 1, Cristiano Ronaldo. Disiplinë, mentalitet, rekorde pafund. Cristiano tregoi se puna e palodhur mund të sfidojë dhe talentet natyrore. Secili prej këtyre lojtarëve ka shkruar historinë e tyre në mënyrën e vet. Ata nuk ishin vetëm futbollistë, ishin frymëzim, ishin ëndër, sepse futbolli harron ndeshjen, por kur legjendat.